Vëllai me bashkëshortën dolën për ta marrë motrën në aeroportin e Shkupit të shtunën brëma, por duke u kthyer për Kosovë ata devijuan rrugën dhe ranë në Humner, duke humbur jetën ÇT3. Televizioni 21 filmoi rrugën që ka ndjekur vetura me targa gjermane në natën e kopshme, ku nga magjistralja e Bllacës në mungesë të sinjalistikës rrugore, ka gabuar rrugën duke u lidhur për autostradën e pambaruar. Këtu akoma janë gjurmët e gjakut, por edhe të automjetit I cili ka rënë nga Humnera gati 20 metra lartësi në aksin rrugor nga Llaca që të shpihet drejt Shkupit, I cili është akoma I papërfunduar dhe duke qenë se shoferi nuk ka qenë në dieni, nuk ka arritur që të frenoj në momentin fatal dhe ka rënë për të qëndruar pa shenja jete 3 personat për 48 orë derisa janë gjetur nga ekipet e kërkim shpëtimit të policisë. Shoferi me inicialet UT 64 vjeç nga Kosova me banim në Gjermani dhe pasagerët FSHT 56 vjeç nga Kosova dhe JK 54 vjeç nga Turqia të dy me banim në Gjermani kanë ndërruar jetë në vendin e aksidentit. Edhe këndo, unë dhe netin a para, pratit në ta të të dojtën kret, unë ishme që kam I vëndim edhe ambulanta, edhe në tret, edhe të çorë, tonë. Nëse policia ditën na kanë lënë kishini ka 100 km ditën, çet Mercedes, pas preshipit e personit, Rasti u denoncua të nesërmen nga bashkëshorti I motrës, duke I shpallur fillimisht si të zhdukur të dielën në ora 13:40 në stacionin policor Bitpazar. MSH 56 vjeç nga Kosova ka raportuar se gruaja e tij FSHT, vëllai I saj UT dhe gruaja e tij JK janë të zhdukur përkatësisht ai nuk ka mundur të kontaktojë me ta pasi ata janë larguar me automjet nga aeroporti ndërkombëtar I Shkupit me 18 korrekt rreth orës 22:15. Веднаш по пријавата за исчезнати, екипи од секторот за внатрешни работи Скопје, од Евара Чаир, Центар и единицата за интервентна полиција извршија пребарување на камерите на безбеден град за да се лоцира трасата на движење на исчезнатите лица и возилото кое го користеле. Подигнат беше И дрон над трасата поради фактот што беше утврдено дека возилото не ја напуштило државата преку граничниот премин Блаце. Синоќа во 22 часот и 35 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на автопатот граничен премин Блаце Скопје, кој е затворен за сообраќај и кој е во изградба патничко возило Мерцедес со германски национални ознаки излетало од патот и се превртело. Vdekja është konfirmuar nga një mjek I shërbimit të ndihmës së shpejtë ndërsa inspektimi është kryer nga Prokuroria Publike dhe ekipi I SPB-s Shkup. Me urdhër të prokurorit publik, trupat e të ndjerëve janë dërguar për autopsi. Pas përfundimit të procedurave hetuese të prokurorisë dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, pritet që trupat e pajetë dorëzohen familjarëve përmes ambasadës së Kosovës në Shkup. Kujtojmë që ky nuk është rasti I vetëm në autostradën e papërfunduar. Më herët televizioni 21 raportoi edhe për një veturë që pësoi aksident në po të njëjtin vend.